Në këtë shtëpi, rregullat dhe marrëdhëniet shpesh përplasen me zakonet dhe nevojat personale. Benita, Klodi dhe Toni vendosen të fshehin cigaret e banorëve, një veprim që mund të duket i vogël, por që ka pasojat e veta. Për ata që nuk e shohin duhanin si një thjesht vese, por si një nevojë, kjo është një kufizim që prek direkt jetën e përditshme dhe qetësinë personale. Arditi, për shembull, nuk mund të qëndrojë pa duhan. Kur zbuloi se cigaret ishin fshehur, reagimi i tij nuk ishte vetëm një shprehje nervash, por një reagim i natyrshëm ndaj një privimi që e prek thelbin e zakonit të tij. Përplasja që ndodhi ishte më shumë se një grindje për cigare. Ishte një konfrontim mes rregullave që dikush vendos për të tjerët dhe lirisë personale për të bërë zgjedhjet e veta. Ky episod nxori në pa tensionet që lindin kur dikush përpiqet të imponojë kontroll mbi zakone që nuk janë të tija. Benita, Klodi dhe Toni ndoshta menduan se po ruanin disiplinë ose po bënin diçka të mirë për shtëpinë, por efekti ishte i kundërt. Ata krijuan zemërim dhe ndarje. Arditi u ndjej frikësuar, i shtypur dhe jo i respektuar në nevojat e tij. Ajo që e bën këtë episod të rënd nuk janë vetëm cigaret, por mënyra se si ndodhin përplasjet në një hapësirë të mbyllur si kjo. Kur njerëzit ndihen të kufizuar, reagojnë fort. Dhe çdo veprim i fshehtë, edhe pse i menduar për mirë, mund të bëhet shkas për debat të fortë. Në fund, episodi tregon një të vërtetë të thjeshtë. Liria dhe respekti për zgjedhjet personale janë po aq të rëndësishme sa rregullat që vendosen për të mirën e përbashkët. Kur ato nuk gjenden në ekuilibër, tensionet bëhen të pashmangshme dhe marrëdhëniet e përditshme shndërrohen në përplasje të vazhdueshme. Nëse do, mund ta bëj edhe më dramatik, sikur të ishte rrëfim nga këndvështrimi i Arditit, me ndjenja të frikës, zemërimit dhe pakënaqësisë.